Në një botë ku komunikimi është çelësi i çdo lidhjeje, ekzistojnë shumë mënyra për ta bërë atë të ndihet. Në qendrën burimore për nxënësit që nuk dëgjojnë, gjuha e shenjave është ura që lidh zemrat me mendjen. Një gjuhë që flet për dashurinë, mirëkuptimin dhe barazinë. Kjo është Francesca, instruktore e gjuhës së shenjave dhe pjesë e stafit të qendrës burimore. Ajo është person që nuk dëgjon, por dëshmon çdo ditë se aftësia për të komunikuar nuk matet me zë, por me zemër. Fal mundësive të krijuara nga projekti Thyerja e Barierave, fuqizimi të rinjve që nuk dëgjojnë për punësimin gjithëpërfshirës në Shqipëri, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNDP Albania me partner ANAD dhe CCIS, Francesca sot është shembull i fuqishëm i përfshirjes që sjell ndryshim. Është një ndjenjë e bukur të punosh në një vend ku gjuha e shenjave respektohet dhe përdoret çdo ditë. Mund mbështes trajnimin e mësuesve dhe stafit mbështetës në gjuhën e shenjave shqipe, duke përmirësuar cilësinë e mësimdhënies dhe të komunikimit me fëmijët që nuk dëgjojnë. Unë jam shumë krenare që jam pjesë e këtij ekipi, i cili më kupton dhe më vlerëson. Punësimi me personave që nuk dëgjojnë nuk është thjesht një mundësi, është një hap drejt një shoqërie më të barabartë dhe më njerëzore.